Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria nuk dorëhiqet pas ankimimit të Veliajt në kushtetues se dërgon në presidencë vakancën për Tiranën, opozita thirrje Begaj të mos i dekretoj. Hetuesit ndërtojnë dinamikën e krimit në Tepelen nga konflikti deri te vrasja e biznesmenit italian Eduardo Sarki u godit nga një plumë që i shkaktoi vdekjen. Nesër nis indeksimi i pensioneve në masën 2.5%, ministra Ibrahimaj deklaron se paga minimale do të bëhet 50.000 lekë duke filluar nga janari. Njehemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Qeveria dërgoi këtë të martë në presidencë vakancën për Tiranën dhe për 5 bashki të tjera. Kreu i shtetit ka 48 orë kohë për të vendosur nëse do të shpallë zgjedhjet në kryeqytet apo do të presë gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, pas ankimimit të bërë nga Erion Veliaj, vetë gjykata sqaroi se shpallja e kërkesës së tij është e barazvlefshme me njoftimin publik. Një ditë pas depozitimit në gjykatën kushtetuese të ankimimit të Erion Veliajt, që kundërshton shkarkimin nga Këshilli i Ministrave, kreu i qeverisë ka vijuar me procedurën për zgjedhjet e pjesshme, teksa ka dërguar në presidencë vakancën për Bashkinë e Tiranës dhe 5 bashkitë e tjera. Pyetur nga Vision Plus nëse njoftimi i presidencës i hap rrugë zgjedhjeve në kryeqytet, kushtetuesja jep këtë sqarim. Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik. Tashmë, presidenti Bayram Begaj ka 48 orë kohë për të vendosur nëse do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e ri të bashkisë në Tiranë, apo nëse kjo bashki nuk do të përfshihet, deri në një vendim të gjykatës kushtetuese. Kryeministri Edi Rama njoftoi në asamblenë e Partisë Socialiste të 11 shtatorit nevojën për zgjedhjet vendore në Tiranë, teksa shpalli dhe Ogerta Manastirliun si kandidati për bashkinë e kryeqytetit. Më pas, ishte antarësia socialiste e Këshillit Bashkiak, që kërkoi shkarkimin e Veliajt me pretendimin e mungesës mbi më shumë se 3 muaj në detyrë. Vendimi i Këshillit Bashkiak u pasua me shkarkimin e Veliajt nga qeveria. Erion Veliaj u arrestua në datën 10 shkurt me kërkesë të prokurorisë së posaçme, lidhur me akuzat për pastrim parash, fshehje pasurie dhe korrupsion. Por për post Tiranës, qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cerrikut do t'i drejtohen gjithashtu kutive të votimit, pasi edhe këto bashki prej muajsh tashmë janë pa kryetar. Opozita i ka bërë thirrje presidentit të Republikës të mos dekretojë datë zgjedhjesh për Tiranën. Sipas kreut të grupit parlamentar të Demokratëve Gazmend Bardhi, vendimi i shkarkimit të Erion Veliajt është pezulluar automatikisht me ankimimin në kushtetuese. Partia Demokratike deklaroi se presidenti i Republikës Bayram Begaj duhet të respektojë kushtetutën e të mos dekretojë datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi theksoi se vendimi i shkarkimit të Erion Veliajt nga posti i kryetarit të bashkisë është pezulluar në momentin që Veliaj është drejtuar gjykatës kushtetuese, ndaj nuk mund të zhvillohen zgjedhje në kryeqytetin e Shqipërisë. Dhe në mënyrë automatike, thot kushtetuta, vendimi i shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti i Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me kushtetutën, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Por pavarësisht argumentave ligjor, Bardhi ka shpjeguar se nuk ka asnjë pritshmëri nga kryetari i shtetit Bayram Begaj. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bayram Begaj i ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Ka treguar në të shkuarën e tij që nuk pyet as për kushtetut dhe as për ligj. Por kjo do të ishte një nga ato shkeljet e rënda në ushtrim të detyrës që sjell përgjegjësi për presidentin e Republikës, sepse është e zeza mbi të bardhë në kushtetut që në moment që ankohet në gjykatë kushtetuese, ndryshe pastaj humbet efektivitetin e drejta për të ankuar në gjykatën kushtetuese. Sipas Bardhit, në këtë moment gjykata kushtetuese mund të marrë një rol aktiv e të sqarojë se vendimi i Këshillit Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt është pezulluar.
Mazhoranca në konferencën e kryetarëve refuzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të zhvilluar të njëjtë një mocion me debat mbi prioritetet e shpallura të qeverisë në programin politik të saj, si dhe ndërhyrjen e krimit të organizuar në jetën publike. Kreu i grupit socialist Tauland Balla argumentoi se kërkesa e opozitës duhet të përmbajë vetëm një çështje si objekt të mocionit me debat dhe jo 6 të tilla siç pretendon. Por Gazmend Bardhi akuzoi shumicën se po mbyll çdo hapësirë për debat në parlament, duke sjellë në vëmendje se zhvillimi i mocionit është i detyrueshëm. Ndërkaq, këtë të martë në kuvent u konstatuan komisionet e përhershme të cilat u miratuan dhe gjithashtu listën e ligjeve dhe vendimeve që do të shqyrtohen në 3 javët e ardhshme. Komisioni i ligjeve caktoi edhe datat kur do të paraqiten institucionet e pavarura. Bie në sy se drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani do të raportojë në datën 14 tetor. Policia ka mundur të ndërtojë dinamikën e plotë të vrasjes së biznesmenit italian. Autori tashmë i identifikuar e qelloi me armë pas konfliktit për dritat e makinës. Edoardo Sarki humbi jetën nga një plumb i vetëm si pasojë e gjakderdhjes së madhe. Detajet e reja janë zbuluar mbi ngjarjen dhe mënyrën se si policia e Gjirokastrës arriti të identifikojë autorin e dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në Tepelen. Sipas hetimeve, Kamber Sulçaj po udhtonte me makinën e tij drejt stanit që kishte në pronësi, jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhej Gazmend Braçi së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal, i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes, Gazmend Braçi është nisur drejt banesës së tij në Salari, por Sulçaj dyshohet se e ka ndjekur pas. Makina e Braçit është prishur dhe ai ka telefonuar babain e Qerem Braçi që të shkonte ta ndihmonte. Ky fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, në një prej të cilave ndodhej edhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre është qelluar me armë zjarri. Një prej plumbave ka goditur italianin, i cili pak më vonë ka humbur jetën për shkak të gjakderdhjes së madhe. Sulçaj ka vijuar të qellojë për disa minuta duke mos lejuar që personat të largoheshin, ndërsa më pas ka fshehur makinën në një zonë të pyllëzuar. Policia mori në pyetje 2 dëshmitar, të cilët në atë moment po kalonin me motor. Ata pohuan se kishin dëgjuar konfliktin dhe të shtënat me armë, por për shkak të errësirës nuk arritën t'i dallonin personat. Ata kanë mundur të identifikonin makinën e autorit, një mjet i bardhë me karrocerisë dhe targën. Ekspertiza mjekoligjore tregoi se Sarki u godit nga një plumb të shpues në pjesën e sipërme të kofshës. Fillimisht aty është tentuar të jepet ndihma e parë duke i lidhur plagën, por humbja e madhe e gjakut çoi në vdekjen e biznesmenit. Sipas ekspertëve, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska me dylbi nate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij. Arma e krimit nuk është gjetur ende, por pranë vendit ku fsheh makina e Sulçajt, policia ka gjetur dylbi që dyshohet se i përkisnin armës së përdorur. Po ashtu është sekuestruar një armë gjahu me leje me dylbi nate në emër të Kamber Sulçajt që përputhet me tipin e armës së krimit. Autori vijon të jetë në kërkim, ndërkohë banorët të zonës thanë se Kamber Sulçaj njihet si një person problematik dhe që kishte probleme me alkoolin. Në dëshminë e dhënë këtë të martë në gjykatë, Eriona Libej pranoi se kishte urdhëruar vrasjen e një prej rivalëve antarëve të bandave rivale. Ai tregoi se për disa krime kishte bashkëpunuar me të penduarin e drejtësisë Nureddin Dumani. I penduari i drejtësisë dhe një nga personat kyç në zbërthimin e bandave të Elbasanit, Eriona Libej, ka rrëfyer këtë të martë të tjera detaje për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe të Regis Runajt. Përpara trupës gjykuese, Alibej tha se Ramazani ishte i afërt me Talo Çelën dhe Mikael Qosjen. Ai shtoi se pas ekzekutimit të tij, u këshillua me Nureddin Dumanin për vrasjen tjetër të planifikuar, atë të Regis Runajt. Emiliano Ramazani ka qenë njëri shumë i afërt i Talo Çelës dhe Mikael Qosjes. Ka qenë njëri aktiv dhe unë kisha informacione pafund për Emiliano Ramazanin. Kam komunikuar me Giuliano Hoxhën që të shkonte ta ruante te palestra, se rinte shumë kohë në palestër. Emiliano Ramazani ka qenë gjithë kohën në vëzhgim deri kur u bë ekzekutimi. Për ekzekutimin e Regis Runaj, vendimin e kam diskutuar me Nureddinin. I dërgova një mesazh Giuliano Hoxhës, sepse ai më është vetë ofruar për ekzekutimin e Regisit. Urdhrin për ekzekutimin e Regis Runaj e dhash unë, duke marrë dhe mendimin e Nureddin Dumanit. Në këtë rrëfim ka ndërhyrë dhe Giulian Hoxha duke pyetur Alibej nëse ka qenë Nureddin Dumani apo ai vetë që ka dhënë urdhrin për vrasjen. Ai ka shpjeguar se ekzekutimin e kërkoi që të bëhej me thik, në mënyrë që të mos krijohet zhurmë e madhe. Pas vrasjes e Emiliano Ramazanit komunikova me Nureddinin. Giulian Hoxha do të kryente vrasjen e Regis Runaj.
Kur morëm okejin për ekzekutimin e Regis Runaj, i thash mundohu ta bësh me thik, mos të bëj zhurmë, dhe kështu veproi. Nuk e kam ndihmuar Gjulian Hoxhën me sende për të kryer vrasjen. Ai u dakordsua direkt. Gjuliano Hoxhën e takova 2 ditë pas vrasjes sepse ai atë natë iku me familje në plazh. Në seancën e javës së kaluar, Erion Alibei u përplas me Nureddin Dumanin për masakrën e Bradasheshit, deri në momentin që gjykata vendosi që ta largonte nga salla Dumanin. Një sasi e vogël tritoli ka shpërthyer në lushje mëngjesin e kësaj të marte. Ngjarja ndodhi në katën e parë të një pallati në afërsi të banesës së Klea Gjatës, e njohur si ishte dashura e Laert Haxhiut. Nga shpërthimi është dëmtuar veshja prej polisteroli e pallatit para fabrikat, si dhe është shkëputur tubi ujrave kullues të shiut dhe janë thyer xhamat e dritares së katit të dytë të banesës. Pistat e policisë janë përqendruar tek lidhja me Laert Haxhiun, por nuk përjashtohet as pista e skenimit, pasi e-reja mund të ketë stisur ngjarjen për të kërkuar azil. Laert Haxhiu, i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës, ndërsa ka drejtuar një organizatë kriminale përgjegjëse për një seri krimesh të rënda. Kryetari i Njësisë Administrative të Fushkruajës Ilir Loci thotë se nuk është ai shënjestra pas vendosjes së një sasie tritoli në afërsi të makinës së tij mbrëmjen e së martës. Ai shprehet se nuk ka konflikte me njëri, edhe pse policia po heton pistën e një paralajmërimi ndaj tij për shkak të detyrës. Përveç automjetit është dëmtuar edhe një makinë tjetër që ishte aty pranë, e cila i përket një personi që po darkonte në restorantin ku ndodhi ngjarja. Eksplozivi u hodh nga një rrugicë krah restorantit, ndërkohë policia po vazhdon punën për të identifikuar dhe kapur autorin. Pensionet në Shqipëri do të indeksohen në masën 2.5% dhe vendimi i hyn në fuqi të martën. Ministre e Ekonomisë Delina Ibrahimaj sqaroi gjithashtu se paga minimale do të bëhet 50.000 lekë, ndërsa brenda këtij mandati paga mesatare do të arrijë 1.000 euro. Nga 1 tetori, pensionet do të indeksohen me 2.5%, ose thënë ndryshe rreth 500 lekë më shumë për ata që marrin pension urban dhe rreth 300 lekë më shumë për ata që marrin pension rural. Ne dje miratuam normën e indeksimit të pensioneve, e cila ishte 2.5%, është një normë e cila pasqyron rritjen e çmimeve për shportën e pensionistëve. Dua të theksoj që nuk duhet të kategorizohet si një rritje e pensioneve, indeksimi është rregullim i pensioneve sa i takon çmimeve dhe është një proces dhe një politikë të cilën ne e kemi ndjekur çdo vit dhe do të vijojmë ta ndjekim çdo vit, pasi duhet të garantojmë që rritja e çmimeve nuk ndikon në masën e përfitimit të pensioneve. Gjatë konferencës, ministri Delina Ibrahimaj u ndal edhe te rritja e pagës minimale, duke shpjeguar se për biznesin do të ketë një periudhë lehtësimi nga kostot. Paga minimale do të rritet duke filluar nga viti 2026, sot është në nivelin 40.000 lekë, do të shkojë në nivelin 50.000 lekë, duke garantuar një peshë më të ulët të kësaj rritje të shpenzimeve për bizneset shqiptare, pasi ne kemi marrë vendimin që për 18 muajt e parë kostot për biznesin, për sa i përket taksave dhe kontributeve, nuk do të rriten për këtë periudhë 18 mujore. Ekonomia u rrit me 3.5% gjatë 3 mujorit të dytë të vitit, një rritje më i ngadalë sa ai të njëjtës periudhë të një viti më parë, kur rritja ishte afro 4%. Kjo shifër në fakt është e ndikuar, por dhe mbështetet dhe nga ecurit të tjera, nga tregues të tjerë të tërthorë që flasin për rritje të konsumit. Pagat janë rritur në 3 mujorin e dytë, normat e mundësimit janë rritur, por gjithashtu edhe importi i ushqimeve që përafron konsumin tregon rritje, pra të gjithë treguesit ekonomik flasin për një rritje të konsumit të familjeve. Ndërtimi sigurisht ka vijuar të jap një kontribut pozitiv në ekonominë shqiptare. Në 3 mujorin e dytë, sektori i ndërtimit u rrit me 2.7%. Nëse shohim dhe ecurinë e sektorit të aktiviteteve të pasurive të paluajtshme, që gjithashtu pati një rritje pozitive me 7.9%. Po ashtu ministrja njoftoi se së shpejti qeveria do të shpalos një plan 3 vjeçar për të reduktuar përdorimin e paras fizike dhe për të luftuar informalitetin. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.